Edhe me përgjithësi punat që e ban. Po s'është edhe e lehtë, po kam dalë me familje, mu shëtit, është atmosfera ma e mirë. Është një raport që je këtu? Jo, shumë herë. Jo. Sa shpesh vjen? Po çdo vit, sa që vina, po shim këtu jena, në Ferizaj, në Prishtinë. Nuk jetoni në Macedoni? Jo, unë jam i Gjermanisë. Gjermani? Tash e sa vite e në Gjermani? Që 5 jam po kam përpara në Austri. Do të thonë, tash e sa vite e komplet jashtë trojeve shqiptare? Po problemi është se përpara jam konë zezën, kam shku kështu, ka 3 muje, tash jam që 4 vjetë me letra. 4 vjetë. Rregull, çka punon, me çka merresh? Na e kena një firmë tonën me dhondrën tem, me kera, dhe me thonë, bojna emisko për kompanitë e BMW-s, Mercedesit. Ashtu, po më tregon sa është e vështirë edhe me përgjithësi punat që e ban. Po s'është edhe e lehtë, po secila punë ka atë rëndësinë e vet. Rregull. Po do më të pyet, kur po vjen Kosovë, në Macedoni ku do të qoftë, sa po shpenzon gjatë një pushimi veror? Unë zakonisht jam edhe beqar, jam po 3.000 euro harxoj. Çdo vit, po. Çka më shumë? Familje, në shit dalmi, domethënë shkojmë jon deti, jo anë, jo kënej. Ashtu keni qenë këtë vend deti apo ende? Jo, los kam shku. Që këtë vjet s'u bo kismet me shku, se me ta vet. Nuk do me shku fare këtë vjet. Ma shumë jo. Ma shumë jo, përsi. Zakonisht ku shkon? Zakonisht shkoj ma shumë në Shqipni, po edhe vjetë jam konë kësi, Montenegro, pak. Montenegro, në Valzi. Po. Rregull. Pak në ma... Ashtu e vërtet. Në qenë po mësaj? Po. Rregull, që ku janë falenderit shumë, kënaqësi që taku. Faleminderit edhe për juve, kaloni mirë. Shumë faleminderit.